Ti dhe dhikri. Dhikri është detyrë e çdo besimtari, çdo muslimani, ta përmendim Allahun sa më shumë, ta kujtojmë atë natë e ditë. Dhikri për ty dhe për mua janë obligime dhe unë mendoj se unë dhe ti e kemi bindjen më të madhe se duhet të përmendet Allahu në forma të ndryshme, me fjalë të ndryshme. E kemi edhe dhikrin e rregullt në mëngjes dhe mbrëmje. E kemi dhikrin pas namazeve, dhikrin kur ham, kur pim, dhikrin edhe kur dalim nga shtëpia dhe kur kthehemi në shtëpi. Besa kur hym në xhami dhe kur dalim prej xhamisë. E deri në toalet kur hym dhe dalim. Dhikr për çdo punë, dhikr për çdo gjë. Dhikri duhet të jetë adresa jonë dhe se jo të jetë edhe atëherë kur nuk dim çfarë të bëjmë. Të themi subhanallah, elhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Me qinta e mira herë në ditë, duke i numëruar ndoshta për ta motivuar veten, jo për t'i treguar askujt, por edhe ndoshta pa i numëruar, e rëndësishme të bëhen shumë, të bëhet tepër, sepse ai nuk bëhet tepër. Nëse gjuha jote lagët me këto fjalë, është fjala më e mirë që e thua. Në të kundërtën, ose do të flasësh diçka të kotë, ose edhe do të mëkatosh. Me dhikr jetësohet parimi i besimtarit që ai të e përformoj atë detyrë që Allahu ja dha, duke i thënë udhkurullahe dhikran kathira, përmendeni Allahun me përmendje të shumtë. Dhikri është simbol i joti i fetarisë tënde. Mos tjetë teori që ja tregon dikujt, por tjetë praktika jote e përditshme. Sa herë dikush të sheh në vetvete, nuk është turp, mos u frikso se të po thot ky po fol vetë me vete, sepse ti e përmend Allahun është.